Ju personalisht e keni zbatuar këtë pikë, a keni takuar bashkëshortin tuaj, biznesmen dhe investitor strategjik në shoqërinë e dy punojësve të administratës apo keni shkelur kodin e tij? Faleminderit. Ishte për zonjën ministra. Tani këtu përgjigjen ta jap unë. Do kalosh në riedukim si Ambrozia. Edhe pse u duk se dy herë ish ministre e jashtme dhe e mbrojtjes Olta Gjaçka e nxorën nga dera e Partisë Socialiste, sërish ajo fut nga dritarja, duke a kapur mandatin e deputetes. Tashmë, jep mend për drejtsinë e re ajo ligjëron për sukseset e qeverisë, që vetëm syri i saj ka superfuqi të shoh. Opozita flet për korrupsion, por është e para që sulmon Spaku sa herë që ai prek njerëzit e tyre. Flet për punë të bëra keq, por nuk flet për asnjë ide se si këto punë mund të bëhen më mirë. Në fund të ditës qytetarët e shohin dallimin. Mazhranca punon, sjellë investime, hap dyert e Evropës dhe çon vendin përpara. Kështu u shpreh Gjaçka në parlament. Për Gjaçkën dhe bashkëshortin e saj Artan Gaçi shkoi në kokër të burgut Jorgo Goro, ish kryetari i bashkisë i Mar. Ai me dynën punës të lartë të kësaj bashkie akuzohen se kanë falsifikuar dokumentat dhe ofruar pron publike çiftit Gjaçka Gaçi, të cilët u shpallën nga kryeministri Rama si investitor strategjik. Çifti i lumtur politik do të ndërtonte një resort turistik në një nga zonat më të preferuara të Himarës, duke përfituar dhe pronën publike plazhin përballë resortit. Veç kësaj Gjaçka kaloi disa orë në Spak, edhe për çështje të tjera siç është ndërhyrje e hapur por dhënien e pronave të ushtrisë biznesmenëve të ndryshëm. Spak përpara strategjisë së Gjaçkës u tregua alergjik për të shfletuar një për një dokumenta që tregonin se si me ndërhyrjen e saj apo dhe me firmën e saj, pronat e ushtrisë tashmë të sekuestruara nga Spak ju tërsuan në kundërshtim me ligjin dhe i kaluan për zhvillim biznesmenëve pranë oazit të qeverisë. Kur të gjithë menduan fundin, ajo kapi përsëri majën. Gjaçka nuk ka munguar në pothuajse asnjë seancë dhe sa shihet aktive edhe në komisionin parlamentar. Detyrën e ka të qartë në mbrojtjet e qeverisë, por nga ana tjetër nuk lë pa komentuar dhe Spakun, prokurorinë speciale, e cila çështën e Gjaçkës e trajtoi përciptazi, duke i dhënë deri më tani çdo falje të mundshme. Emri i Gjaçkës shkon deri në komisionin e Venecias dhe Rama për të vendosur në rresht parlamentin duke mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Në fund, mundi rivalen Blerina Gjulameti, ndërsa Gjaçka tunte triumfin e fitores si deputete.